kemi 340 krerë dikun lopë për viqe, në ditë I prodhojmë 1600 litrë tash. Me krerë je maj modh, ja? Sigurisht, na kemi një spill mas luftove, në 2001-2002, sa për me gjithë punë vetit, mos po punu për dikon edhe me gjithë atë në kokon qash letë, se s'keshish ka më punu më desë. Kom fillu të shtëpia normal me 4-5 lopë. E kemi bon dhe 20 në ambientes që kemë pas të shtëpia. Tani në 2006 ne kemi privatizu një pjesë tokës këtu. Edhe një shok I joni që ke privatizu një pjesë tokës tjetër me një shtallë, kemi morë me qere për ti, jemi arë këtu, kemi nej me qere, tu rritë ka dal dhe në 2014 e kom dërtu firmën teme. Kapacitetin, për momentin kemi 340 krerë dikun lopë për viqe, mëzore, a lopë shumështore janë rrëth 100-ve, që milën për momentin janë një 75 lopë, në ditë I prodhojmë 1600 litrë tash. Që kem prodhu dhe në 4000 ma herët, po kem posi pa të lashe me brucellozën edhe na ka ranë fondi baktive, po ka dal prap të të mërimat që ku kem synimin. Unë janë angazhum sa dush, për me nëgjesit dhe kur që ti teket love, linë në njëtë mon dhe në gjysë nota, kjo punë që danë shumë angazhim. Po edhe nëse se danë, kjo punë e ranë. Gjithë të cila punë, mendaj, se gjithë të cila punë që se dush nuk shkanë. Tokë punu se I punojmë rrëth 300 hektarëve. Dhe më 150 hektarë janë tonë si fermë, tjera ti kemi me qëra, me rrëth 300 hektarë. Na jemi morë me produktari qumshtit, po a kem pasi pa të lashe edhe dash na I kanë azgjesu një pjesë love. Tash ty shqym kishim sene, kishim lopë, s'mu ishim investu puna se aja fermë është ndame për kësaj, riziku në kokona dhe. Kemi ble viqa për majmeri, kemi 165 sopa dhe kon. Ata presim I shqit, tani të shojmë a problem lopë prapë se mu ma para dua pet me lopë, mu morë si me majmeri. Ajo ka më konë gjytësora nëse punojmë adhen. Se në ishte nevojat janë punëtori, koncentrati, nafta, këtu janë për gjithë mujë. A në viqa për gjithë mujë s'kam shtekë së shes adhen, du më shqitë qumshtë. Edhe më do këtë ma e lavërgjeshme është me qumshtë. Pa shmimi o konë ma I ullët edhe shpenzimet edhe kostoja punëtorit o konë ma e lirë edhe dësene, po normal që I ka hyb lira gjithë shkafit, nashti qumshtit jo hala sa duhet, me krasim për këtu një lopë po bot 2600 euro, 3000 sa duhet la. Ju ka hyb lira, shqyqyr që ka hyb, po s'po duhet njerëzit më mojnë me ato, që ka smere dikush, normal që I hypet vlera tjetës. Na s'kemi shumë fështirë më gjithë punëtor, se na jemi vetë 3, unë e djalli vlau që punojmë, kam partner me pas nevoja që vinë kështu më na, ku kem më bo fashtillash, na shfar diçka, kem punëtor që I paguim mirë, kujdesi mirë për ta, dhe se kam të lashe për momentin, da është të shuajmë, besoj që kam pas të lashe, se na du të më shku qysh rritë standard, du të më rritë edhe kushtet edhe me bo punëtorit edhe. Edhe këtu është një firmë që nuk është punë e ranë, si më anë edhe, nuk kanë më punu fizikisht shumë, nuk është që pëjtojnë. Macinat, traktorat I kemi shumë të mirë, do më thonë, plektu nuk heket me dorë, janë do punë që të shtini e I më punu, se së është punë që shokanë për para. Sistemi këtu është me skrepera, lësën me pull, vjen dhe në fund ko, e pason krajin tjetër, qka du të përshdo javë, mja mushit ashtratat që kanë mëra lopë, mjelja bod 2 herë ka 6, do më thonë, në 2 orë I hanë natë 2 në pramje. Na jemi ndër matë majat, do më thonë, nashti me krerë, je maj madhja, edhe na synojmë më pas edhe shumë ma shumë, se kapacitet tokës kemi valë edhe pse jo. Masi po lypet mishi, po lypet qumshti, du të më punu. Unë që do mësë, unë që e du këtë zanat, që të gjosh di me bole, s'to di me bole dhe e du. Ne jam rritë familje që gjithmonë kemi pas lope, kuale, pule, që së sen edhe 5 këto kom dasht, unë edhe teknik I bujqësisë kom edhe shkollën e mesme, kom dasht, se kom pas 100 variant atjera, jem konë jashtë. Jem këthuj, babën e kom pas 40 vjetë, po mujtë më nejnë në Gjermani, për shemëll, ki mujtë më hinë nëjë punë, po unë e kom dasht, gjithmonë e kom synu me bo një fermë, po jo që ka s'marrë kur më tonë drejtë, kom synu me bo 20-30 lëpë, sa me gjithë vetën adhem, po pse I bo në 3-400 këto nuk e kom menu, po ku të shish që për tjetë, që për të bo diçka, atëherë pse ja, vazhdo, shtyje. Nëse kom gjithë vetë, valla nuk e dio, një shku kom nej, ka një vjetë gjysë 2, një vjetë gjysë 2, kom punu, jam këthy se kom gjithë vetën edhe së jam pishman që jam këthy kur.
plot ata për janë në Gjermani me letra, të le me të rritur për vinë për gjojnë vetën këtu për shembull, dhe normal që ka, këtu nëse ti e pagun një punëtor 1000 euro, me ja pagu me trusën, me ushqime, me kreta, në Gjermani 1000 euro të pacha për si nxjerr. Dikuj ku morën 120.000 euro, më morë kredi, më marru ferm, dikush i kishë ble 2-3 banesa në Prishtinë atë kohë. Po tash unë kom dash që unë kom dash me bo një investim të menqër, me letu punën edhe vetet edhe dikuj edhe tani normal që du të më ditë që është me investu, fjalla, nësë pa thamë që është nëjë punë, po për ferm është funksionale, punohet letë, atëherë ki edhe vullnet me punu, edhe dikuj me thonë edhe me punu, s'pëjtën marë me punu, se s'ka me kaci më jekë, plek sa desen me përsa. Po këto është të stak, veni maj mirë i Kosovë. Bje shkela për tokën, na kemë qëtu rrëth tokës, rrëth fermës 300 hektare tonat, dash që t'i jarë, dash me ana kushtë në përzije, dash ke plen, dash ka dush kuj si pengaj, edhe për këta tani jem kushtet e mija e punu. Trit nëse dojnë këtë punë, normal që fitën puse, se na peshojmë, gjithka fit i ka hy vlerat, një kilë speca peshojmë për ditë që përklavoj 5 euro, dhe për shemull, edhe në kështëri, se ju ka rritë se shumica s'pëdojnë dash që sa katonore një pulë sa manë, pse mos me abo ati nga një paket vo 10 euro, bre, atë për shemull, është fitim puse.